إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Gjitha hamdë dhe falendrimet I takojnë Allahut të lartësuar. Atë falenderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falë kërkojmë. Selamet ja dërgojmë mësuesit të njerëzisë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjes së shokëve të tij dhe gjithë besimtarëve të cilët e ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij. Dashur vëllezër besimtar, muaj mubarak I Ramazanit ka ardhur në mesin e tij dhe dihet që është muaj I benefiteve të mëdha, është muaj I duave, është muaj I ibadeteve, është muaj I namazit, është muaj I sadakës, I zeqatit, por në këtë muaj janë disa data historike që neve besimtarëve na dhanë mësime të mëdha gjatë jetës tonë të përditshme. Në këtë muaj është edhe nata e madhe e Bedrit, që me lejen e Zotit do të jetë pas 3 ditë, mirë po që neve për të mos pasur mundësi ta shpjegoj pas saj, dëshëm që shkurtimisht marrëm dobi nga kjo ngjarje e madhe që ka ndodhur në kalendarin historik të Ramazanit, e që ka ndodhur në vitin 2 Hijri, që ka ndodhur në ditën 17 të muajit mubarak të Ramazanit, ku Resulullah sallallahu alaihi wasallam u dasht që të ballafaqohet me të kotën, për arsye se e kota nganjëherë nuk lën rahat as në shtëpi. E kota nganjëherë nuk lën rahat as në shtëpinë tënde dhe duhet dalësh jashtë të ballafaqohesh me ta edhe fizikisht. Ashtu siç ka ndodhur me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, I cili I ka mbledhur 314 nga sahabët e tij, të cilët nuk kanë qenë të obliguar të përgjigjen kësaj thirrjeje. Dhe është dalur nga Medinja, një 150 kilometra që quhet vendi Bedr, ku e ka zhvilluar një betejë me të kotën të cilën kanë qenë në 1000 vet, pra 2 herë më shumë se sa besimtarët dhe muslimanët, në mënyrë që të ballafaqohet e vërteta me të kotën dhe të jetë një vindarse, një herë për gjithmonë deri në kiamet, për ta dhënë neve mësime të mëdha dashur vëllezër besimtarë. Pejgamberi Zotit xhalla xhelaluhu dul në mënyrë që ta marr karavanin e Abu Sufjanit I cili vinte nga Shami. Mirë po Zoti përgatiti që ata të ballafaqohen me armikun në luftë. Dhe dulen me plot sinqeritet, me plot bindje ndaj Zotit, të nënshtruar, të përulur, për ta mbështetur kauzën e të vërtetës, për ta mbështetur ato që Zoti dën prej robit në këtë dynja. E ana e kundërt dul me mendjemallësi, dul për shkak të pozitës, për shkak të pasurisë, për shkak të prejardhjes, jo për shkak të kauzës së vërtetë. Ashtu Zoti thot për ta: "Wala takunu kalladhina kharaju min diyarihim bataran wa ri'a an-nas wa yasudduna 'an sabilillah wallahu bima ta'maluna muhit." Mos u bëni tha si ata të cilët dolën nga shtëpiat e tyre për të luftuar juve, bataran wa ri'a an-nas, duke u mburr para të tjerëve, nuk e kishin për hir Zotit këtë punë, por për t'i pa të tjerët, wa yasudduna 'an sabilillah, dhe t'i pengojnë besimtarët nga rruga e Allahut. E Allah Azza wa Jall po thot: "I din fort mirë ato që ju punoni. I din fort mirë ato që ju punoni. Mos bëni punë që si don Zoti pa sinqeritet në to sepse nuk e pranon. Mos bëni punë me humbur para të tjerëve sepse është e kotë. Tek Zoti është zero dhe nuk pranohet, si çdo që nuk u pranohet nga mushrikët e Mekës dhe humbën dhe u kthyen të përulur." Pastaj dashur vëllezër, ju mundu me të gjitha format e asaj kohe që ta pengojnë rrugën e Zotit. Me të gjitha mjetet e informimit të asaj kohe që ta pengojnë rrugën e drejtë. Mirë po Allah Azza wa Jall dashti që rruga e drejtë të vazhdojë, që rruga e duhur të jetë në momentet e duhura, në vendimet e duhura, që edhe ne sot ta thojmë shahadetin dhe ta mësojmë këtë datë historike. Sepse Allah thot për ta: "O minan nasi man yashri lahu al-hadith li yudilla an sabilillahi bighayri ilm." Ka për njerëzve që me sajime, me tregime të kota mundohet që t'i lajthit besimtarën nga rruga e drejtë.
Thot me pa ilm, pa dije, mundohen vetëm e vetëm t'i largojnë besimtarët nga rruga e drejtë, sepse Islami është shibën të sy për ta. Mundohen në çdo formë ta pengojnë rrugën e Zotit xhallal xhelaluhu, për t'i ardhur te objektivat e tyre djallëzore kundrejt familjes, kundrejt njerëzimit, kundrejt rendit të mirë që e ka Islami. E Allah Azza wa Jall për ta thot, me sajimet kota, me tregimet kota, me gjonat kota edhe bashkohore, mundohen që t'i largojnë njerëzit nga rruga e Zotit xhallal xhelaluhu, pastaj thot wa yattakhidha huzwa, dhe tallën me besimtarët, ulaika lahum adhabun muhin, këta kanë dënim të rënd para Zotit. So i tillë njerëzve kanë dënim të rënd para Zotit. Këta ishin ana e kundërt e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Resulullah deshti që para se më u ballafaqu me ta në dy luftim, marr mendime nga shokët e tij. Çka mendoni se ne dolëm për tjetër gjë e Allahu, pas ka dashur ne të futemi në luftë, çka mendoni ju për këtë punë, ju tha shokët vet. U ngrit një Miqdad ibn al-Aswad radiyallahu anhu, i cili tha, ja Rasulullah, amdi lima amarak Allah, o i dërgumi Allah, shko tha aty ku të ka urdhëruar Zoti xhalla xhelaluhu. Fa wallahi ma naqul, la naqulu kama qalet banu Israil li Musa. Sepse na nuk kena me të thonë ty, ashtu siç i than bani Israil të Musës alayhis salam, fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna ha huna qa'idun. E ata i than Musës, shko tha ti edhe Zoti të luftojnë, na po rrim këtu. Po tha do të thojmë, walakin nuqatilu an yaminik wa shimalik. Kanë me luftu me ty në të djathtën tone edhe në të majtën tone. Të sinqert. Pastaj Resulullah po don hala, Sa'd ibn Muadhi po thot, o i dërguar i Zotit, po më duket tha prej neve po lyp ensarve, tha po lyp mendim. Apo tha ndoshta po menon që s'kena me të përkrah, tha vallahi do të përkrahmi shumë. Nisu tha për Yemen namasteje. Mësyja tha detit, namasteje në deti. Merë tha nga pasuria jonë, atë sa ti tha ki nevoj. Mës me marë tha, na vjen tha keq. Me marë tha nga pasuria jonë, tha na vjen mirë. Tha dhe ndosh Zoti xhalla xhelaluhu, keme na pa tha nesër në dy luftim trima, njerëz të mëdhaj, e lusë Allah tha që t'i knatë sytë e ty me trimrin tonë dhe me atë që do t'a bëjmë tha në dy luftim. Kjo tregon sinceritet të madh, dashur vëllezër. Për këtë edhe Allahu Azza wa Jall i lavdron dhe e quan këtë ditë Yomul Furqan, dita e ndarjes, sepse është nda e kota një herë për gjithmonë dhe është treguar vërteta një herë për gjithmonë deri në Kiamet. Dhe Allahu Azza wa Jall i dërgoi melajket si ndihmë, sepse nga ana e besimtarëve ishte Xhebraili alayhis salam, e nga ana e pabesimtarëve ishte Iblisi alayhi la'natullah. Dhe Allah Azza wa Jall jam mësoi korrin e fitores të madhe të luftës së Bedrit, e cila neve na jep mësime të dhaja. Mësimi i parë është sinqeriteti. Njeriu i sinqert kur nuk humb. Gënjeshtari gjithmonë ka me humb, edhe nëse i doket që po përparon. Sahabët ishin të sinqert me Zotin xhalla xhelaluhu, të sinqert në bisedat e tyre me Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Kauzat të cilën e mbështetnin ishte e sinqert deri në maksimum, edhe nuk mungon suksesi. Andaj dashur vëllezër, lufta e Bedrit na mëson sinqeritetin, sepse ka ndodhur në Ramazan, edhe Ramazani na mëson sinqeritetin. Sepse është ibadeti më i sinqert në tokë që ka bërë Zoti xhalla xhelaluhu. Nuk ka mundësi me qenë mendje madhe me syfatësi në Ramazan, s'ka mundësi. Mundet njeriu me fal namazin për me pa të tjerët, mundet me dhënë sadak për me pa të tjerët, mundet me shku në haxh për me pa të tjerët. Ama me agjeru Ramazani për me pa të tjerët s'ka mundësi, sepse është i fshehtë, është i sinqert. E këtë na mëson lufta e Bedrit, edhe na mëson Ramazani që ka ndodhur kjo luftë, në Ramazanin e bekuar. Pastaj e dyta mësim që na jep lufta e Bedrit është qëndrueshmëria në të vërtetën, edhe nëse janë pak. Qëndrueshmëria me njerëzit e të vërtetës, me njerëzit e sinqertë, me njerëzit e dinit, me njerëzit e akhlakit, me njerëzit e fesë, edhe pse janë pak. Në atë kohë sahabët e Resulullah, karshi armikut, karshi kauzave devijuese, karshi kauzave djallëzore, ishin pak në numër, 314 me 1000. Pak sahabe ka pas Medine, në krahasim me perandorit që kanë ekzistuar rreth globit, po kanë qëndruar fort
me kauzën e të vërtetës, me dinin e Zotit, nuk janë ble me pare, nuk janë shit me pare. E kanë fliu vetën e tyre për këtë kauzë për dinin e Zotit xhallahu ala. Prandaj edhe ne, sot njerëzit e të vërtetës janë pak krahasim me të kotës. Janë pak. Njerëzit që thrasin në rrugën e drejtë, janë pak në krahasim me ata që thrasin në devijim. Televizionet që janë të mirëfillta, janë pak në krahasim me ato që thrasin në degenerim. Prandaj, me cilën kauzë ne jemi? A jemi me ata që janë në rrugën e drejtë dhe në qoftë se janë pak, apo jemi me ata që janë të devijuar, sepse shumica valla gahoxh, krejt be pekryin, pse edhe unë mos më bëj? Jo. Se ke kuptu fen ashtu siç duhet. Nuk e ke kuptu Islamin ashtu siç duhet. Nuk e ke lexuar historinë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Se ke kuptu qëllimin e Ramazanit ashtu siç duhet. E treta, dhënia përparësi e dinit Zotit para gjithave. Sahabët i kanë thonë ja Rasulullah, ne kemi mbrojt këtë din me lejen e Zotit. Mësyja detit namasteje. Shkon Yemen namasteje. Nuk kena me thonë që kanë thonë Beni Israel Musës, shko dhe ti Zoti jot lufto e na porrim këto. Nuk kena me thonë a hoxha be ka obligim fen me mbrojt hoxha, tjetër nas kena nevoja, xhami mbrojt feja, veç hoxha e ka për obligim. Jo. Kauzën e të vërtetës, çdo musliman e ka obligim me mbrojt. Fjalën e vërtetë, çdo musliman që ka thonë la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, edhe që mendon me u varros me hoxh, e ka për obligim me mbrojt. Prandaj dashur vëllezër, sahabët këtë i kanë thënë sahabët Rasulullah. Neve na kim brapa, ne kena me të mbështet. Prandaj edhe neve duhet me qenë të tillë dashur vëllezër. Pastaj, simi që na Bedri është shpenzimi i pasurisë në punë të hajrit. Sahabët krejt pasurinë e tyre e kanë shpenzuar në punë të hajrit dhe jo në punë të kota. Prandaj ta shfrytëzojmë këtë Ramazan, që ta shpenzojmë pasurinë tonë aty ku Zoti është i kënaqur, aty ku ka nevojë një nevojtar, aty ku ka nevojë një jetim, aty ku ka nevojë një medrese, ku ka nevojë një fakultet, ta shpenzojmë aty ku Zoti është i kënaqur. Dhe kjo kauzë shkon te para, e jo ta shpenzojmë aty ku luftohet kauza e dinit Zotit xhalla xhalalu. Gjithashtu dashur vëllezër, lufta e Bedrit na mëson edhe duan, na mëson edhe istikfarin, sepse Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasi që i mor mendimet e sahabeve, ulmen i qoshe, po bën dua shumë, po bën istikfar, po i kërkon falje Allahut azza wa jall. Derisa Abu Bekr thotë ja Rasulullah, po Allah i ka më ndihmu. Na mësoi që istikfari, kërkimi i faljes i çel rrugët. Me thonë stakfirullah, me mësu gojën, me thonë stakfirullah gjatë tërë kohës, fiton luftë. Ta bjen riskun, ta bjen fëmijën, ti qelë punë të hajrit ku ti se mendon fare hiç. Prandaj, kjo luftë na mëson që ne themi njerëz që i kërkojnë falje Allahut, sidomos të Ramazan, sepse kauza, qëllimi i Ramazanit është që ne me dalë me gjunahet të falura në ditën e Bajramit. Andaj ta shpeshtojmë istikfarin, sepse lufta e Bedrit na mëson këtë kauzë. Dhe gjithashtu prej dobive që na jep lufta e Bedrit dhe po e përfundojmë është se apo dëshirojmë të na ndihmojnë me lajket, sikurse që ndihmon banorëve dhe luftëtarëve të luftës së Bedrit, atëherë të shikojmë ka po rreshtohemi. A jem duke u rreshtu ka ana e Xhibrilit alayhis salam, a ka ana e Iblisit? Dhe qofse dëshirojmë ndihmën e me lajkeve, duhet me qenë ka ana e Xhibrailit alayhis salam. Ka ana Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ka ana Kur'anit adhimu sha'n, ka ana sunetit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ka ana kauzës së vërtetës, qofse dëshirojmë ndihmën e melajkeve. Në qofse jo, atëherë jem ka ana e Iblisit. E që humbja është e sigurt. Humbja është e sigurt. Qofse dëshirojmë ndihmën e melajkeve dhe të Allahut, të jemi me ata që duhet me qenë dhe ta mbështet me ata që duhet me mbështet, sidomos gjatë muajit mubarak, që ta kuptojmë një herë për gjithmonë, vijë ndarse, vijë ndaluese mes të kotës dhe të vërtetës, duke lutur Zotin xhalla wa ala që të na bëjë prej atyre njerëzve që jemi në kauzën e të vërtetës, duke lutur Zotin xhalla wa ala ajo që ka mbetur nga ky muaj mubarak, na mësoj të azhërojmë, të bëjmë ibadet ashtu siç e meriton ky muaj, me i bëj ibadet Allahut azza wa jalla në të, duke lutur Allahun azza wa jalla që të na pranojë namazin tonë, ta pranojë agjerimin tonë, të pranojë namazin e taravive,
na i pranoj sadakën tonë, zeqatin tonë, veprat tona të mira, në mënyrë që kur dalme prej këtij muaji mubarak, dalme me gjuna të falura, duke lutur Allah azza wa jall ashtu siç na ka bashkuar në këtë xhami, në këtë muaj të madh mubarak të Ramazanit, na bashkojë në xhenetin e tij për të kujtuar këto gjëra të cilat neve i kemi vepruar në dynja. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim.